më mirë dhe fitore ndaj kancerit. Por si mundet ai i cili ka përgjegjësinë kryesore për të pasur të gjitha medikamentet, aparaturat për ata të cilët luftojnë kancerin, bën këtë thirrje hipokrizie, sepse di çfarë bëjnë, i thon grave e vajzave diagnostikoni, e ndërkohë në spitalin onkologjik, në qendrën më të madhe ku bëhet lufta kundër kancerit, s'ka mamografi. Ka më shumë se 10 ditë që mamografia në spitalin onkologjik nuk punon. U thon grave e vajzave diagnostikoni, e s'kan ilaçe për kancerin e gjirit. Njëherë japin Herceptin, mbaron Herceptina, japin Phesgo, mbaron Phesgo, japin Herceptin, për kundër çdo protokolli ndërkombëtar e që njeh kjo betejë me kancerin. Çfarë po bëjnë? Para pak ditësh kam publikuar rastin e një nëne 60 vjeçare. Vuante nga kanceri i mitrës. Një zonjë me emrin Hava Tafa është pret akoma ilaçin, ka më shumë se një muaj, pret ilaçin për të luftuar kancerin e saj. E di çfarë ka thënë Ministria dhe Drejtoria e QSUT-s? Ti nuk mundesh dot ta marrësh të rimbursuar ilaçin sepse kanceri i mitrës, pra medikamenti për kancerin e mitrës nuk rimbursohet. Por ata që kanë kancerin e gjirit apo të melanomës që është i lëkurës, ata munden ta marrin. Po kush e vendos se kush do luftoj me kancerin dhe kush do vdes? Sepse këtë kanë bërë. Ti i thon do vdesësh, s'ka ilaç për ty. Për ty tjetrin po, ti të luftosh. Të gjithë pam raportin e KLSH-s, raporti më i frikshëm, e them me përgjegjësi të plot, i bërë ndonjëherë nga kontrolli i lartë i shtetit. Një raport i cili vërteton që një pacient për 6 muaj nuk ka pasur medikamente. Që vërteton se një pacient 39 herë ka shkuar në spitalin onkologjik dhe 39 herë është kthyer pas. Që vërteton se rreth 800 të sëmurë me kancer nuk kanë marrë medikamentet ku duhet dhe si duhet e sipas protokollit. Ore këta janë vrasës, për një arsye se këta janë mjek dhe e din shumë mirë. Kur thyret protokolli, e din çfarë ndodh. E din që kur nuk bëhet brakiterapia, e din çfarë ndodh. E din që kur nuk bëhet PET skani, e din çfarë ndodh. E ka 3 muaj që brakiterapia është prishur në QSUT, në spitalin onkologjik. 3 muaj që gratë të cilat vuajnë nga kanceri ginekologjik nuk trajtohen. Janë gra historit vërteta që bëjnë kimjo, e bëjnë reze, dhe kur vjen pastaj situata për tek brakiterapia, shteti u thotë jo, është prishur, nuk ka mirëmbajtje. Po ka më turp më të madh se sa kaq. Mjekësia për një të smur është Zoti. Doktori është Zoti. Sepse aty kërkon shpresë, aty kërkon shpëtim, aty kërkon ngushëllim, aty kërkon besim. E çfarë ju japin? Aparaturat prishura. Jo ilaçe, medikamente jo. Për çfarë na duhet atëherë ky spital, ku nuk ka PET skan, ku nuk ka brakiterapi, ku nuk ka ilaçe, ku nuk ka mamografi? Për çfarë duhet ky spital? E smur të tjerë pastaj tek hematologjia që vuajnë nga kanceri i gjakut. Mungon një medikament, daratumumab, jetë shpëtues dhe shumë i rëndësishëm është, nuk është as ky. 4.000 flakon bleu Ministria e Shëndetësisë vitin fillim të këtij viti 2025. Zero, nuk ka. 2.000 flakon është në vit kërkesa e pavionit. Ku shkuan 4.000 flakon daratumumab që janë mjaft të rëndësishme për trajtimin e kancerit gjakut? E thon pastaj tetori roz, hajteni diagnostikoni, e diagnostikohet se shkon në spital nuk e asgjë. Është një situatë vërtet e trisht dhe shumë e rëndë në spitalin onkologjik. Më besoni që
këtu